Kam thot 3 fëmijë, më të voglin kam 2 vjeç, dhe tani e kam kuptuar se jam prap shtatzën. Burri më thot të abortoj se nuk është haram se jemi në fillim. Aborti nuk lejohet në Islam. Lejohet deri në muaj të 4 kur ka arsye shëndetësore, foshnja, pra embrioni, ose dëmtohet nëna. Kështu që nuk është thënë askund që lejohet në fillim. Ju elhamdulillah i keni 3 fëmijë, Zoti po jep dhe tjetrin, elhamdulillah. Rob po kërkojnë fëmijë, s'po gjejnë. Ka njerëz që bëjnë dua natë ditë që të kenë fëmijë, ndërsa ju thoni i kemi 3, po vjen tjetri. Çfarë problemi ka? Po i funit është 2 vjeç, çfarë problemi ka? Sa keni për të bëjë ju inshallah, me shpresë Zotit. Ky është i 3, do të vi i 4, do të vi i 5, do të vi i 6. Falenderoni Allahun. E mos bëni muhabet e abortit.